njerëz të kamë të përkosit që i qëtërën pra familja dhe familje në nevoj. Do të me koni përgatit atë sa duhet edhe me vazhdu për pora. Qëllimi është edhe me mbledh pora edhe me ju ndihmu njerëzve që ka nevojë. Është pjesë humanitare që kanë munda për familjet në nevojë që është shumë e rëndësishme. Organizim se që është bëdhe pse pak moti me si, po kemi fillu një aktivitet ka qeni mirë, kauza e kësaj është të përdo nëse qëllimi kësaj është të mbësesim kauzën për fëmijët, që çdo vit kjo është edicionit 6, i maratonit që mbahet, që si na kemi për një numër jashtëzakonisht madh, po s'ka ku i motit, atëherë na është dashur në numër i më i vogël ka marrë pjesë. Dikon në rreth 60 veta. Me 24 maj sepse është ditë e presidentit, dita historike e presidentit Kosovës, edhe më tej pastaj vetëm kemi vazhduar me aktivitete tjera, pastaj kemi paraqitur si maraton humanitare, ku gjitha mjetët që ka grumbullohen sot, një pjesë gjitha mjetët që ka grumbullohen për këtyre njerëzve, atëherë i dhurohen fëmijëve, edhe realisht na blejmë lodra dhurata e dërgojmë në prag të Kurban Bayramit, në për spitale dhe qendra të ndryshme. Po, filloj këtu, tek Shesi Ibrahim Rugova, vazhdojmë deri të Grandi, pastaj lëshomi rrugën Gelbart, ka një borni, vazhdojmë rrugën Sluan Aradina, kthehemi këtu rrugës Femiagonit, prap ka Shesi dhe kthehemi këtu prap. Një sfidë mirë, me ngo, relax, mirë. Ç'është do kësaj që ke motin e shi? Mirë, flat, mirë, let. Shkurt, asë nuk e shumë shtirë, tamam për neve. Ku asë dhe me thonë gjithë shka edhe në shije, bënd me ngo. Pak, po është e ljashme, po mirë apet. E ty sha dole me rapu ma shpejt se kaj tjetë? Vesh, do të me koni përgatit atë sa duhet, edhe me vazhdu për pora. Shumë bukur, o konë pak moti me shi, po e kena pas maratonin edhe ku morë pjesë edhe në gara tjera, që e ku mëzonë vejnë e por. Sa të atë shti me vrapun shi? Jo, as pak. Qëllimi është edhe me mbledh pora edhe me ju ndihmu njerëzve që ka nevojë. Kena kalu shumë mirë, veç pak rrëshit këto ka. Sot ka marrë pjesë vllau, edhe ka qenë domethënë tepër i lumtur që ka më marrë pjesë në një maraton të tillë, edhe për shkak kushteve atmosferike, por që ka qenë me shumë kënaqësi me orë sot. Është shumë e rëndësishme edhe për shkak të ditës së presidentit, po që është pjesë humanitare që kanë munda për familjet në nevojë që është shumë e rëndësishme, kështu që ja ka vlerë shumë.